Prandaj dhe Muhamedi alayhi salatu vesselam do të këshillonte ikra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Lexojeni Kur'anin, sepse Kur'ani ditën e gjykimit do të visi ndërmjetësues para Allahu xhaleshanu për shokun e tij. E ka cilësuar për shokun e tij, që do të thotë Kur'ani duhet jetë shoku jon më i afërt. Nëse kemi një shok në jetën reale, i cili na këshillon, i cili na ka përdore kur gabojmë, i cili na përkujton Allahun, na përkujton të dërguarin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shok prej shokëve tanë të përditshëm, kjo dihet nga gjithsecili prej nesh që është një vlerë shumë e madhe. Luma i që e ka një njeri të tillë, një shok të afërt, një shok që ja përkujton Allahun, e ka përdore kur ai bie në gabim, e ngrin kur ai ka nevojë të ngrihet dhe ka një mbështetje të fortë, por ama shoku më i mirë, akoma dhe më i mirë se sa ky shoku jon në aspektin njerëzor, është Kur'ani famëlart, i cili ditën e gjykimit, kur ne do të kemi nevojë të ngrihemi, kur ne do të kemi nevojë të japim llogari para Allahu xhaleshanu, kur ne do të kemi nevojë të kalojmë urën e Siratit, kur ne do të kemi nevojë të lartësohemi në grada të larta në xhenet, është pikërisht ky Kur'ani famëlart që do ta kapi njeriu prej dore. Dhe siç tha Muhamedi alayhi salatu vesselam, sa më shumë Kur'an të di besimtari përmendësh, ditën e gjykimit do t'i thuhet lexo Kur'an përmendesh, dhe sa më shumë ai të lexoj, aq më shumë do të lartësohet në grada në xhenet. Pikërisht pra lexojeni Kur'anin, një libër të qartë nga ana Allahu xhaleshanu, që gjërat i ka shumë thelbësore, shumë të qarta,